Na jena diaspor, na jena folk shit show. Na jena diaspor, na jena folk shit show. Folk. Na jena folk shit show. 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 Full shit show. Yeah. Na jena full shit show, mi mbrama gjithë shqiptarëve anë mban bodhës, mi mbrama, guten Abend, Jonas. Herzlich willkommen, Jonas. Herzlich willkommen, wir haben vermissen, Jonas. Mi mbrama gjithë shqiptarëve anë mban bodhës, ku të që jeni, Zoti ju rujt, ju përshëndes nga zemra Zvicrës, nga shtëpia më e madhe dhe më e bukur e diasporës shqiptare. Sonte një emision interesant, i mirë dhe ekskluziv, me një personazh që për herë të parë realisht e kemi patur në studio, në emisionin ton, në studio flasim. Jo që s'kemi qenë reportazh, jo që s'kemi patur bisedime me të gjatë apiros, mirë po, në studio, për herë të parë ekskluzivisht. Ky filgjoni këtu po na pengon, e lojmë këtu për momentin. E kështu që më vonë mos u largoni nga ekrani të ndjekni apo të dëgjoni një intervistë interesante, të mrekullueshme me doktorin e mirënjohur Fejma Liti nga Prishtina, i ardhur direkt në Zvicër, i cili është realisht disa vite, por edhe këtë sezon, edhe sezonin e ardhshëm, sponsor, mbështetës dhe bashkëpunëtor me emisionin tonë Full Ship Show. Dent Fix und Care und Hair Fix. Pastaj do ta keni, mos u ndalni nga ekrani. Derisa të ftojmë mysafirin, do kemi edhe falënderim me sponsorën. Pastaj do kemi një vajzë, do kemi, do ta themi sepse kjo vajza nga Gjilani e meriton me suportu gjithmonë. Ja ku kemi Elmonda Baraliu këtu, një vajzë e cila jeton, vepron në Zvicër, e lindur e rritur në Zvicër dhe kandidon për deputete e parlamentit qytetit Winterthur, ku të gjithë albanrat, shacat me votu për Elmondën. Në Winterthur, mos harroni, pastaj do flasim edhe me Elmondën. Deri atëherë vazhdojmë me sponsorët tanë. Dent Fix, faleminderit shumë që jemi Full Ship Show, shtëpia e buzëqeshjes, e rregullimit gojës, rregullimit dhëmbëve, me venerës, pa venerës, me implante, me gjitha sipas dëshirës, më mirë se askund tjetër shtëpia Dent Fix na pret në Prishtinë. Gjitha rrugët të Dent Fix na çojnë. Faleminderit shumë që jemi Full Ship Show. Vazhdojmë me sponsorin e dytë, i cili është Eda Gold në Gjilan, mos harroni, Eda Gold në Gjilan. Në Argjendarit, e njef hall? A i njef halla, e njef Vedat Asani, gjithmonë, Vedat Asani, Eda Gold në Gjilan, i cili është lider tek Argjendarit e Gjilanit. Mos harroni për të blerë dhuratat tuaja për shacat, për nusën, për femnën kush ka, dhe më hanë dytë, ose atë që ka vetëm një. Dhurata me varse gold, argjendi, gjitha produktet për fejesa, për ahengjet tuaja që i keni, vetëm të Eda Gold në Gjilan. Faleminderit shumë që jemi me Full Ship Show. Vedat, faleminderit shumë Eda Gold, lider në Gjilan. Kompleks Anesi, fshati turistik në Makresh në Gjilan, ja ku halla ka mu po, halla kime blenë villë të Kompleks Anesi? U kry hall, këjshi me hallën në Kompleks Anesi, fshatin më të bukur në Makresh. Pap! Vazhdojmë me Prishtina Tiket, ja ku kemi aeroplanin e Prishtina Tiket, pa turbulenca, për Prishtinë, nga Gjeneva, nga Bazelin, nga Ciriu, drejt e për Prishtinë dhe Anasjeldas. Faleminderit shumë që më Full Ship Show, vetëm me Prishtina Tiket. Pap! Care und Hair, shtëpia mbjelljes flokëve, transplantit flokëve, pa dhimbje, pa efekte anësore, me mjeket më të mirë që i ka Stambolli, të ardhur në Prishtinë, në Care und Hair Fix, shtëpia më e madhe Fix në Prishtinë. Ja, ajo familja Fix, Dent Fix dhe Care und Hair Fix na bashkon gjithëve edhe për të rregulluar dhëmbët, por edhe për të mbjellur flokët. Në Care und Hair në Prishtinë, mos harroni, të gjithë shqiptarët e diasporës, anë mban, mos e ndryshoni rrugën për një mbjellje transplant flokit më të mirë se askund tjetër, më pa dhimbje, më të shpesht, mundje më rehat. Care und Hair Fix, faleminderit shumë.
Bukur. Vazhdojmë sonde me programin, faleminderit shumë sponsorëve tanë dhe realisht ne sot do kemi intervistën. Çka ke ti pse qesh? A bën me ditë? Pse qesh valla? Thash mos unë të nxjerr në kamer pastaj, nëse qesh herë tjetër. Është totali, jo ku është totali, i them diamantit, ma kap totalin edhe shifë këtë kameramanin si qesh këtu. Sonde kam dëshirë të kalojmë pak, e kemi mësosh shqipa apo nuk e kemi? E kemi. Vazhdojmë. E kemi bashkëpunim me autoritetin e media audiovizive në Shqipëri, ku na i japin mundësinë për të zëvendësuar shprehjet e huaja në radio, televizione, të huajat me ato shqip. Ja, për shembull, të tregojmë se çfarë është e huaj, çfarë përdorim gabim ne shqiptarët nëpër media apo nëpër jetën e përditshme. Kur themi fani, ju kuptoni shumë mirë që nuk është shprehje shqip. Fani, nëse duam ta zëvendësojmë me shqip, është argëtuese apo zbavitse. Pra domethënë, ishte shumë zbavitse ajo gjëja që bërëm bashkë apo bëjmë ne sot. Zbavitse është kjo. Pra domethënë jo fani, fani është e jona. Kredibilitet. Kredibilitet është e përdorur shumë që e kam dëgjuar dhe nuk është e jona. Kredibilitet, nëse hap planin bashkë me atë, jemi atje, po, atëherë kredibilitet, unë bashkë me këtë, nuk është shqip. Kredibilitet zëvendësohet me shprehjen shumë të mirë shqipe, besueshmëri. Pra, besueshmëri është shqip. Sporadike. Sporadike është një shprehje që përdoret realisht shumë nëpër media, edhe në jetën e përditshme. Mirë, por sporadike nuk është shqip. Bie poshtë, nuk duhet ta shprehim, nuk duhet ta përdorim. Është e rastësishme, pra, zëvendësohet me shprehjen e bukur shqip, e rastësishme. Dip, i thellë, pra zëvendësohet me i thellë. Dip nuk është shprehje shqipe. Zëvendësohet me atë shqipe i thellë. Inside nuk është shprehje shqipe. Pra mos e përdorni në radio, televizione, nëpër media, në jetën e përditshme të dashur nxënësh. Nuk është shprehje shqipe, është e huaj. Pra inside-in e zëvendësojmë me brendësi, në brendësi apo brenda, inside. Relacion shqip. Pra, relacion shqip nuk është shqip. Zëvendësohet me marrëdhënie në gjuhën shqipe. Relacion shqip. Relationship, po realisht, anglisht është kjo. Relationship. Zëvendësohet me marrëdhënie. Agjitim. Agjitim nuk është shqip, është shprehje huaj. Agjitim është acarim. Pra, zëvendësohet me acarim. Push. Push. Shqip është kjo. Pra, nuk është, domethënë, lexohet shqip, push. Mirë, po nuk është shprehje jona që përdoret. Është shtyj. Shtyj apo edhe shtyp, në fakt me shtyp edhe me shtyp. Ripotencoj, pra ripotencoj është ajo që ne përdorim shqip në jetën e përditshme, në media. Ripotencoj, domethënë, është një diçka që dua ta them dy herë. Nuk e them një herë, por e ripotencoj, e rithem. Pra, e riforcoj apo e rifuqizoj është në gjuhën shqipe. Freestyle. Hajde ma këndon një freestyle apo të bëjmë diçka freestyle. Freestyle nuk është shqip. Atëherë, freestyle është stil i lirë, i lirshëm. Stil i lirë. Freestyle bie poshtë, zëvendësohet me stil i lirë. Superoj. Superoj nuk është shprehje shqip. Pra, fol shqip, me mëso shqip, bashkëpunojnë. Superoj nuk është shqip. Shqip është kapërcej. Pra, autoriteti media audiovizive në Shqipëri e ka këtë bashkëpunim të ngushtë me Fol Shqip Show, ku kontribojmë për gjuhën shqipe, për të zëvendësuar shprehjet e huaja dhe shprehjet gabim realisht me ato shqip. Pse jo mos përdorim fjalë shqipe, të i pas të mira, sa përdorim ato të huajat ku ka më bukur se shqip. Shumë faleminderit zonja Armela Krasniqi për kontributin që jep gjuhës shqipe përmes autoritetit media audiovizive.